Numri personave që shfaqin probleme me lëkurën dhe kërkojnë asistencë mjekësore gjatë kësaj periudhe është rritur. Mjekja dermatologe Monika Fide shpjegon disa nga infeksionet e lëkurës që hasin më shpesh gjatë kësaj stine. Infeksione bakteriale, siç janë infeksionet të moshat pediatrike, impetigo, haset kryesisht tek ata individë, ato grup mosha tek fëmijët të cilët frekuentojnë plazhe dhe pishina të mbipopulluara. Së dyti shoqërohet me një grup patologjish siç janë infeksionet mikotike, që favorizohen veçanërisht nga lagështira dhe përhapja më e madhe e këtyre infeksioneve. Së treti janë grupi patologjive alergjike, si rezultati i ekspozimit më shumë në diell dhe në aeroalergenët, të cilët kanë impakt në lëkurën e personave të caktuar. Dhe së katërti kemi djegjet nga dielli, që shkaktohen si rezultat i qëndrimit për kohë të gjatë në diell të pambrojtur. Sëmundjet e lëkurës janë përkeqësuar gjatë stinës së nxehtë edhe në fier. Sipas dermatologëve, vetëm në një ditë në Poliklinikën Qendrore paraqiten mesatarisht 40 pacientë në ditë. Mund të shkojnë 30-40 vizita në ditë. Kryesisht janë grup moshat, janë të gjitha llojet e grup moshave, për sa i përket sëmundjeve alergjike dhe sëmundjeve infektive. Por sëmundjet tumorale kryesisht kapin moshat e mëdha më tepër, por shfrytëren se theksuan edhe shtim në moshat e reja. Bluzat e bardha u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë sezonit veror, pasi parandalimi dhe kontrolli i hershëm mbeten mënyra më e mirë për të shmangur komplikacionet e sëmundjeve të lëkurës. Ruajmë një higjenë sa më të mirë, veçanërisht në moshat pediatrike, duke mos frekuentuar plazhe dhe pishina të mbipopulluara. Ti drejtohemi mjekëve dermatolog për diagnostikim sa më shpejt të këtyre infeksioneve të plazhit. Dhe në qoftë se ne kemi një plag ose një lezione në lëkurë, në mënyrë absolute nuk duhet të frekuentojmë plazhin ose pishinën, sepse mund të shërbejmë si burim infeksioni për personat e tjerë. Duhet të ketë shumë kujdes për të mbrojtur nga ekspozimi në diell, doret kremi me faktorin mbrojtës, si dhe evitimi i ekspozimit në pikun e diellit. Pra në orare 12:04 duhet mos ekspozohen në diell. Mjekët dermatologë kanë theksuar se nuk kanë munguar edhe fatalitetet nga sëmundjet e lëkurës.